Derisa ishte 3 pikë për me nga kategoria. Është shumë për që ata mendoj që tek e funit në tjenë sa tjenë në të luhet regullat, të respektohet kampionatin, në të luhet futbol të rive, të futbolistave që nashta nuk ju vjerë një fore, mos ju vjerë me një moment ku ata s'mujnë me kallëzu vetën, se dhe për ata është një farë penalizimi me lu loj që s'luhet, vëq futbol s'luhet, dhe për ata është të më thonë. Ky format nuk besoj që e len komoditet ekipeve me kalkulim. Në përveç edhe lojtarët e ri shumë keq po ju vjen që s'po kanë hapësinë me 10, me 12 të kishim shumë a shumë se Veloshe. Po tash është forcuar edhe Liga e Parë. Mirë për shembull, është forcuar edhe Liga e Parë me numër të ndeshjeve. Edhe Kalitja mundet me ardh më e mirë në 70. I shkon mirë edhe ajo që konën me detyruar me pas skuadra mrena, shumë i shkon mirë kon, po edhe aty i theshin do rregulla minutën e 5-6 të nxjerr ke lojtarin. Jo, tash im fal ç'të bën. Kroacia e ka bo që është me venimi im që është shteti më që prodhon më shumë të talentën e që është shembull sa për këtë talentave. E ka bo që një 20 vjeçar duhet jetë 90 minuta në fush. 2 duhet jenë në bank rezervë. Qofse del kë, do i futet tjetri cili do jetë 90 minuta lojtari do të jetë aty. Në kategori të parë e ka bo që 2 lojtarë duhet jenë në 20 vjet 90 minuta në fush. Shumë mirë. Atë shumë prodhon talenta, edhe don hala ma shumë me prodhua talenta dhe ka bo këtë rregull. Të na pëndu dhe këndër, ta të na përritat numri letorëve të hujë rritët, ma pak kanë hapësi letorët e ri. Shpëtim ata janë vërtet prodhues të maj talentave për Evropë, për rrisë shumë ata dhe ka pas me ardhen e shumë të hujve. Kroacia ka pas rrezikun më të madh me ardhen e shumë të hujve edhe rreziku më i madh a do të arrijnë me vazhdu atë prodhimin e talentave vendor. Një pyetje kam, po si do të prodhojmë na talentin këtu? Kur ki 10 ekipe, secili ekip është intension të rezultatit, ato lart për Evropë, për kampion, poshtë për me kategori. Luft nuk ki për mi dhonë, sepse nuk mundum na një 17 vjeçar, 18 vjeçar, me fut ndeshje edhe na me prit që ai me bo diferencën. Na duhet t'ja tolerojmë gabimet, ta durojmë që ai me performu. S'mundet një ditë 18 vjeçar me fut 9 minuta i vetmi gjë që e ngrit lojtarin në loja. Loja. Po ai do bëj gabime, s'mundesh ti ai me bë diferencë kur ta bësh lojë. Momenti që te ke marrë grumbullim, edhe ki pa elementet e tina, edhe te ke konstatuar që ai është pjesë e grupit të ngushtë tondën, ti duhet me llogarit ta. Po si do llogarit kur ki presion shumë të madh për rezultat. Po që kjo është trajneri duhet me besu. Jo, se edhe kompeticioni duhet edhe federata duhet me marrë rregulla që na me mujt trive më dhon më shumë rast. Me u kriju mundësi. E ki rastin Prishtinë, kalun Rami Sadek polun standard që 2-3 loj bllaca, po edhe super polun. E ki me fushorin me fushorin, Drenzen Qirin, ekstra po ti kryen detyrat, thuja që është 30 vjeçar. Domthon është veç duhet me lon të lirë edhe me shkarku pe ngarkesën psikologjike lojtarit. Se ngarkesa më e madhe që ju bëhet lojtarëve të ri mundet me qenë edhe ka jashtë, mundet me qenë edhe mbrana pe lojtarëve aty. Ai duhet me pas atë trener Leo Messi merre edhe Neymarin me 17 vjet nuk mundën me ta bëj diferencën. Kur janë kanë 17 ta kanë bëj diferencë. Jo, absolutisht. Po ata i kanë duru, kanë pas durim, i kanë dhënë rastin, edhe normal që bëhen ashtu. Sepse talenta na kemi shumë. Po. Kur rast nuk kanë rast se ku mu tregu. Na duhet mi prodhu. Na si trenera, na duhet me marrë riskun, edhe se jemi gjithmonë në presion të rezultateve, edhe mi adho rast. E po atë rastin e Milot Avdyli që lujte kundër dritës. Do një kapiteni i skuadrës Unisteni të kombëtarës tonë, performancë jashtëzakonisht mirë që ka bërë për kombëtarën, performancë jashtëzakonisht mirë po bën atje, jashtëzakonisht lojt mirë, lojt meqëm, domethënë që një lojtar me vlerat mëdha, edhe që po tregon rezultat jashtëzakonisht madh, edhe që është plus për neve. Njëjtë është ai Rashica që është tash që ken Shqipni, që është me Unistenik që atëherë Shqipnisë, edhe kena lojtar domethënë ka lojtar jashtëzakonisht shumë, po për fat keq edhe ndoshta jo mjaftueshëm me besue që shpi besojnë në vende tjera, edhe ai besimi edhe ajo minutazha po është më e madhe, mu ngrit ai mbrana lojës.